ne do të miratojmë pagën mesatare referuese, e cila shërben për përllogaritjen e pagesës për 3 muaj në nivelin 50% të pagës mesatare, që është obligimi i qeverisë për secilën lehon të punësuar. Pra, përveç pagesës prej 70% për 6 muaj nga punëdhënësi, lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje për 3 muaj të tjerë nga qeveria në vlerën prej 319.5 euro, që është 50% e pagës mesatare. Krahasuar me nivelin aktual prej 223 euro, mbështetja e re paraqet një rritje prej 43.3%. Thënë ndryshe, secila lehon e punësuar, përveç pagesës nga punëdhënësi, do të ketë 3 muaj pagesë të lehonisë nga qeveria në vlerë prej 319.5 euro në muaj, si dhe në kuadër të skemës së shtesave për lehona, edhe 3 muaj të tjerë nga 325.9 euro në muaj. Kur kësaj shtohen edhe shtesat mujore për fëmijë, rezulton se edhe lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje mbi 2.000 euro nga qeveria, qysh në 9 muajt e parë pas lindjes, përveç pagesës që marrin nga punëdhënësi